Në 2 vjetorin e qeverisë, BDI akuzoi Vlenin se ka hyrë në pushtet pa legjitimitet shqiptarëve dhe se ka dëmtuar përfaqësimin politik shqiptar. Sipas partisë, Vlen ka heshtur ndaj uljes së përqindjes së shqiptarëve, ndalimit të përdorimit të flamurit shqiptar dhe delegimit të çështjeve të marrëveshjes së Ohrit te partnerët qeveritar. BDI akuzon gjithashtu për mos reagim ndaj shfuqizimit të balancuesit, përpjekjeve për cënimin e statusit të gjuhës shqipe dhe përjashtimit të diasporës nga përllogaritjet për përfaqësim. Sipas saj, heqja e emrave me simbolik kombëtare shqiptare nga hapësirat publike përbën goditjen më të fundit ndaj të arriturave të shqiptarëve. Përballë gjithë këtyre zhvillimeve, Vlen vazhdon të sillet si spektator, i kënaqur me privilegjet e pushtetit dhe pa asnjë vullnet për të mbrojtur interesat e shqiptarëve. Në vend që të ngritin zërin kundër këtyre politikave, përfaqësuesit e Vlenit vazhdojnë të marrin urdhërat politik nga partnerët e tyre qeveritar dhe të justifikojnë çdo vendim që cenon të drejtat e shqiptarëve. Pas 2 vitesh qeverisje pa legjitimitet etnik, bilanci është i qartë. Shqiptarët janë më të marginalizuar, marrëveshja e Ohrit është më e rrezikuar, ndërsa shumë prej të arriturave të ndërtuara me mund gjatë 24 viteve të fundit po shbëhen njëra pas tjetrës. U kundërpërgjigj partia në pushtet Vlen, duke thënë se marrëveshja e Ohrit nuk është pronë private e BDI-s, por sakrificë e një gjenerate të tërë, por që sipas Vlenit, BDI degradoi në dekor për pushtet, tender, privilegje klanore dhe pasurim personal. Sado që është e dhimbshme, e vërteta është kjo: Sopoti, Enciklopedia, Shkupi 2014, Monstra, djegja e dyqaneve shqiptare, rrahja e fëmijëve shqiptarë nëpër autobus, përgjimet masive, lagja e trimave, kazino dhe lojrat e fatit, Almiri i Vogël, Durmo Turs, Besa Trans, Spitali Modular, arratisja nga drejtësia, ndihmesa për t'u arratisur Nikola Gruevski, tentimi për ta kthyer, shpëtimi i Sasho Mijalkovit përmes artan grupit e Enver Bexhetit e shumë hajni e manipulime. Nga Vlen përfundojnë duke thënë se nuk ka parti politike që më shumë e ka dëmtuar frymën e marrëveshjes së Ohrit se sa vetë BDI, ndërsa integristët zotojnë se do të vazhdojnë të mbrojnë pa kompromis të drejtat kolektive të shqiptarëve, frymën e marrëveshjes së Ohrit dhe karakterin multietnik të shtetit, duke mos lejuar që sakrificat dhe të arriturat e një çerek shekulli të shkatërrohen për interesa të ngushta politike.